kur liria nuk i shordh pa plumin e pushkës. Gratë veç, burrat veç, na kanë rrej, mu më kanë rrej me dru, në 2 onë të kam kryt e qonë, trupin britë e thyne, medisin, edhe na kanë thonë shkëni të uqëkë. Tani unë ku mi ikë pak të poshtë, s'ke po s'ka ikë, ju në vroa dhe 7 vetë, mas me jerë. Tani më vroa me një ngatë që aty më vroa me jem doli, ku më këqyrë, mos është një kush gjollë, krejti ku në dekën. Si pa kry, pa zamër, pa së. Kur i më dolë mi këndër nuk më hosë gjatë vishru me metë. Tu ka ndodhë edhe gjenocid nda fëmijët. Fëmijët edhe mbark nonës, ka me keqje. Do të më falenderu këtyne dëshmorëve që ronë për liri edhe së legzojnë. Serbi kur së nolë duke masakru këtë popullë, jo vetaj, për gjenocid që ka ndodhë gjatë historisë. Fëmiju pa qajtë nona kur se merë në gjithë, prandaj edhe liria pa pushk nuk vjen. Ndërumësie. Mirë. Ishta me ti e dëshmitari Masokrës të raqohë këtë pas me tjena vajtë. Apo na të regën momentet e asaj? Unë që unë aromë Shabone, i lindur në Raqak, me 22-3 gjatë të gjoshtën. Vitin 1999 kujtojës, pas me tjena unë në 99 se kujtojës më mirë se sëtë. Edhe pas me gjëtot krismat e pora, e kanë granatu fshotin. Prej ati jeti të imë në pëdë kishtaja, qestës, krejt që janë qest, edhe prej pisha. Tani, na jena hinë për shpia, ku kanë posë për drunga, jena strehu prej granatimet mboja. Kura kanë granatu fshotin, tani kanë hinë, kom sërja. Na jena ku në shpesë dikës monit. Njëherë i kena thirë verifikust, ka 7 pas majet, i kena thirë verifikust, i kena thonë, kena posë numrin e verifikusve, se ka posë Sadikos muni telefonin, e ka thonë që me orë. Në orë të nështime, kanë thonë na nuk punalon me hi, vishë në gjenë në qyshdo një vetë. Që ati janë shërryma, ku po shien që ta banderat, që aty e ndollë verifikus, tani e kanë përcjellë së të otën krejt. Aty e në hinë tani të Sadiki, na kanë ndo grotë, veç, burrat veç, na i kanë murë shka këna posë në gjepë, na kanë rej, na i kanë murë letë neftimat, dhe unë im kun i pori aty, ka kris, mu më kanë rej me dru, në 2 onë të kam kryt e qonë, trupin britë e thyne, medisin. Edhe na kanë thonë shkëni për pjetë të uqëkëja. Ta është i qysh kesh i pori me ta i mbrome, ta që një durët më mbro pashe. Si në gjystë, se se ke ditë ishka po bonët, sa gjujtë të në gjystë e këmë këty kryt, apo na vinë për mas, nuk këna kanë. Edhe i këmë thonë shqep në bile mos në avrojnë të gjapi qestës me një plau. Edhe i në shqep, më zatet me bacin Sadek edhe me bacin Ljumë. Ha romë tash pështumë, thash, se qyshto të tanë. Dhe i në ullë, unë e më kënë marak me pitohan, i në ullë aty me bacin Sadek edhe me bacin Ljumë. A i kena dhejës, as i kena dhejës, nuk e di. Ka dollë një sërpë sopi që aty, ta shka pret një ju, këto edhe ka që. Tru që i madhë që shijet si ka ngu që i sërpë. Tani unë ku mi ikë pak të poshtë, s'ke po s'ka ikë, krejt pëshoti u konë rëthu. Ju në vroa dhe 7 vetë, mas me je. Tani më vroa me një ngatë që aty më vroa me një farë ujë, që ju thujmë nga përëska, edhe te e rinë më vroa, ku më nejtë te kur ka thira sa unë, për iftarë. I më doli, ku më këqyrë, mos është një kush gjollë, mos është një, krejti ku në dekën, si pa kry, pa zamër, pa pjesë trupit. Që shi kini po krejt bota. Edhe në jesit orë villan me kjeri, ka thonë, e ka po batin banosh pa kry, ka thonë kjo masokër është kundër njerëzimit. Edhe tjertë, na nuk kena pos vish me të pas majetin, apo me 6 majetin në teri, me 1 majt shkurt që i kena vërrën që të vanë, na kena pos masokër, se i kena po kajnë ngrejnë për Prishtinë, në për spitale. Sa vjeqarë që ke qenë gjatë asaj ku? Në 33. Se jam ofër gjallë i ta. Ndërëm sot lufta ka kalu, po apo ja di mjaftueshëm gjakun të erdhën për këtë liri dhe gjithë tyre dëshmorë. Unë nga popullota, nga populli jam shumë i kënaqur dhe më i falenderoj për juve. Populli janë të na kuptuar, janë të na respektuar, s'ka qysh më shumë.
shteti për shteti. Nuk që shihe që 5-6 vjetë shkallë. Jo nuk jeni sejtë të këtu, shihe në mëni me ditë shka kota dhe. Na I morin familjet e vronëve, I morin 107 e pasera, masakruan, 107 e pasera I merë dhe një sërba për një që. Ty shka të interesën ma shumë, pëtëm që di full. Çka ndjeve në atë momente, kur I pe atë po me edhe... Ona adeta kum një edhe se s'kum dit apo pështej vetë. Unë kum do pse pështova vetë. Se unë nuk kum thonë kum pështu vetë shka baj, që që I varrosi, shka baj, aja nuk e. Unë kum një, kur më dolë mi kontrolu kum do zëtë dëqëru me metë. Edhe shqyqër për Allahit nështë nuk jam mirë e zo vetën që jam mirë. Po e konsultu me në psikolog? Kur për që ata, kur është neve vetë, as thirë, as morë, nuk në ko. As sa na për shtetit nuk jem që ata që kanë pështu, da gjysa kanë dhejë, da shkanë, se ta shko dëshmitarët gjitha pjesë fshatit, edhe nuk kanë sanë. Qa është Reçaku për ty edhe qa I kështë thonë atyre që nuk e kanë vizitu kur këtë vend shenjt edhe mas edhe rinis që nuk e din Munge ma mermenja Reçakin për populli ka ko shqiptar ndë këtë në Shqipërije, në Macedonije, në Presheve kanë vizitu. Unë ma mermenja që heqë kohët Kosovës që se ka vizitu. Reçaki do të me metë një shambull I mirë edhe për Kosovën su që ka metë për butën, edhe për neve si fshat, do të me posë një farë respekti edhe në ndaj qytetarëve, edhe ndaj shtetit, na thash na nuk jem kur gjonë për shtetit, për Reçaki do të me metë gjithmonë një simbol I krenarijës, edhe jam në shumë krenor që me gjokin e vllaznive tonë, fëmijëve tonë, u fitu liria, për na njohin hollki, për institucion e Vallëvojës disha ata. Një mesazh të fundit për rinin edhe për kretë? Për rinin e gjithë Kosovës të jem bashkun, të jem se shkit punojnë apet. Ata mos të habiten kur që me ho, më do në t'jem bashkun të eri gjithmonë, se neve përqarja gjithmonë në ka kushtu. Si në këtë Serbijës, se që më shtinë të, si në masë Serbijës, si në nushtërien qëllerimtore, si sëtë, neve është të në kushtu përqarja. Shola, generata e reja, thmija tënë, nipa tëna, mesa tëna, nuk ka kush që I përqarni shumë. Edhe një mesazh shumë të mirë dhe të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për juve, gjithë të mirë. Përshëndetje nderuar. Prej cilit vend ke ardhur? Prej Suareke. Prej Suareke ke ardhur me vizitu Reçakun. Po. A vjen çdo sa herë që është kjo datë 15 janari? Gjithsesi. Cila është arsyeja më e madhe që të shten më ardh këtu? Arsyeja më e madhe se me ndëru dëshmorët që për të liri që sa të gëzojmë. I nderuam qa është Reçaku për ty? Reçaku është ndër masakrat më makabre që ka kry në forca serbe. Edhe Reçaku është nëse Po vrej që je shumë emocion për shkak se ti edhe vllahun e ke dëshmor. Edhe I ki ato emocione. Emocione, po. I nderuam sa po ja dim vlerën sot gjakut dëshmorëve dhe atyre që kanë ndonë ma të shtrejtë një jetën për këtë liri Kosove. Pak kemi nisë me lëshu rrugën pak se tash janë bëgote 27 vite, po kena nisë mi harru da gjonë në pak si më shumë, po kjo nuk është mirë as për Kosovën, as për Kërkan, po që për bojnë që ashtu jemë.
Është një thënie që thotë historia që harrohet përsëritet edhe nuk është mirë hiç mu harru, po pse po mendon që ka ardhur kjo ditë se 26 vite nuk janë domethënë shumë. Nuk janë shumë hiç, sigurisht na janë halo është e freskët. Unë sigurisht e moj men luftën, kur nalë me menu për luftën, më duket sigurisht ka ndodhur. Jo 27 vite, po nuk e di çka më thonë. Na si popull kena nisë me arrosë shumë shpejt. A e keni mesazh për rinin edhe për ata cilët ndoshta nuk e kanë vizitu asnjëherë Çakun? Ja, s'ka mesazh. Ju dëshiroj arrosën ditën mirë. Edhe mos me harru ata që lavdi dashmorët e Çakut dhe tonë Kosovës. Lavdi. Faleminderit shumë. Përshëndetje. A mund të shmena prezanto fillimisht? Shefke Dauti nga Shtimja, për ndryshe kemi ardhur në vizitë me nderu marteret e Çakut nga klubi futbollistik Vjosa Shtime. E pam edhe futbollista që kanë shumë tri. Sa janë të interesuar për me ditë për historinë e Kosovës? Shumica patjetër që mundën me qenë gjenerate pas luftës, po a ka interesim me ditë më shumë për është interesante dhe fatmirësisht është një interesim i jashtëzakonshëm sepse në klubi unë i ka nga gjitha qytetet e Kosovës edhe në momentin kur na si klub e kena prezentuar që kena me bë vizitën ka qenë shumë e mirë pritur edhe s'kanë hezitu në asnjë mënyrë. Domethënë secili prej djemve ka shprehur një interesim të jashtëzakonshëm me i nderu këta marter sepse këta marter janë gur themel i kësaj lirie dhe është një kontribut që e kanë dhënë ata dashmorë dhe ata marter që na me luft futboll edhe thjesht me shiju jetën liri, me luft futboll edhe gjithë jetën që na zhvillojmë liri. Ndërma, mendon që sot ja dim mjaftueshëm edhe sa duhet gjakut dëshmorëve të saj? Fatkeqësisht ka kaluar një periudhë gjatë sikur disa persona po harrojnë që kjo nuk ka qenë një periudhë gjatë, ka qenë një sakrificë ndër vite, po megjithatë lufta e fundit ka qenë njerëz kanë humbur familjarë edhe më dashurit e tyre dhe po mendoj që me një periudhë caktuar na po harrojmë nga kemi ardhur. Dhe në momentin kur na ja harrojmë historinë e kemi të vështirë ta ndërtojmë të ardhmen. Prandaj ne secili qytetar që jeton në Kosovë e kemi obligim të edukojmë fëmijë që për këtë vend, për këtë liri është dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm, është sakrifikuar ndër breza, prandaj duhet patjetër secili nga ne kemi obligim që t'i edukojmë fëmijën në frymën adhetare dhe atë dashurinë mos ta harrojnë asnjëherë. Ja kemi obligim edhe ja kemi bërë, se ke fundit se falë gjakut tyre, sot jemi këtu ku jemi edhe tha shumë mirë, falë tyre jemi sot edhe të lu futboll që në këtë rast klubi juj. Po për fund a e keni mesazh për gjithë ata që shikojnë? Mesazhi i vetëm është që djemtë të ri, vajzat e reja të punojnë, të shkollohen dhe ta japin kontributin në vendin tonë sepse këta njerëz kanë dhënë jetën. Është interesante që unë në moshën 11 vjeçare kam qenë kur këto janë varrosur dhe ka qenë një trishtim i madh. Prandaj ata njerëz që kanë përjetuar këtë merë duhet na me punë dhe angazhim ta ndërtojmë të ardhmen sepse tu punu dhe tu angazhu na i nderojmë ata njerëz, tu e ndërtu këtë Kosovë, tu e ndërtu në mënyrën më të pastër dhe të ndershme. Prandaj ky do të jetë mesazhi i vetëm për rininë dhe për gjithë popullin shqiptar. Mos ta harrojmë të kaluar sepse e kaluara e ndërton të ardhmen. Ti pasi që janë 11 vjeçar gjatë kohës luftës, ç'a kujton për atyre ditëve, ç'a ndjekën i fëmijë? Ka qenë një përjetim i tmerrshëm sepse një fëmijë nuk e din çka përjeton. Kanë momente fëminore kur ti e shen të masakruar ku një pjesë të njerëzve unë i kam njohur si persona dhe sheh që ata persona janë masakruar në mënyrë më barbare. Dhe i sheh imazhet në televizion dhe vjen ti këto dhe i sheh familjarët, fëmijët e tyre dhe familjarët e tyre duke përjetuar në mënyrën më të tmerrshme sepse masakrohet një person është gjë e tmerrshme nga persona, nga vetë njeriu. Prandaj ka qenë një përjetim i tmerrshëm i një fëmije 11 vjeçar, keni parasysh në kohën e sotit folën për fëmijët, po flas për fëmijët e sot. Edhe i mbojmë larg atyre pamjeve domethënë. Po është e vërtet, prandaj na do t'i mbojmë si imazhe, po jo ta harrojmë atë imazh sepse ai imazh duhet patjetër të përsëritet për disa herë edhe që do t'ju përkujtohet që sakrifica ka qenë shumë e madhe. Domethënë ka qenë
prezent gjatë masakrës së Reçakut, në varrimin e masakrës së Reçakut, sepse ju e dini, pas marrjes së kufuma, varrimi ka qenë prafërsisht një muaj ditë mbrapa ka qenë varrimi, në atë kohë e di që kemi ardhur të gjithë në kom, ka qenë një masovizim i gjithë njerëzve, një kontribut për me i varros në pjesën ku është, mirë po për kohën unë kam qenë fëmijë dhe që e di që kam ardhur kështu edhe kam qenë prezent gjatë ceremonisë së varrimit. Çfarë është Reçaku? Reçaku është gurthemel i lirisë, keni parasysh. Kjo ka sensibilizuar këtë çështjen botërore sepse duhet falendëruar nga këto dhe ambasadorin William Voker që e ka masovizuar, e ka masovizuar në momentin kur me një deklaratë ti në një personalitet ka deklaruar që kjo është një krem kundër njerëzimit dhe ajo fjalë për neve ka qenë ndoshta hapi i fundit për drejt lirisë, sepse e dina me 24 marsve vjen bombardimi, ndoshta ka qenë një pej masakrave që është masovizuar më shumë në arenën ndërkombëtare dhe pothuajse ka qenë njoftimi më i mirë që Serbia në Kosovë po bën krem kundër njerëzimit, sepse po vron njerëz pa fajshëm, sepse gjithmonë Serbia ka pas atë tendencën që këto po luftohet, po vrojnë vetëm ushtarët, po megjithatë këto është vrarë personat pa armë, janë mos pari i kanë lidhë dhe i kanë çuar me një kodër ku i kanë masakruar, i kanë vrarë. Kena parasysh edhe kjo ka qenë mesazhi që mund të themi që Reçaku ndoshta ka qenë edhe vula e lirisë këtij vendi. E përmbyllë shumë mirë, të falenderoj shumë për bisedën që. S'ka gjë, faleminderit. Si e nderuar? Mirë, këtë ratë, mirë, po kalojmë. Për cilit vend kjo është sot në Për Gjermanisë. Për Gjermanisë? Po. E këtu me në Kosovë? Kosovë jem tjezerësit po tronë në redhime. Mirë po, mora vesh sot që është këto bëjmë erdhëm, që po shifat që vallahi lekësht këtu. Pare po qojmë, sa po mujmë, mirë po tash s'po dihet ka po shkojnë qysh tek, veç vallahi është puna, se thënë katastrofë. Ti si mërgjimtar, patjetër që edhe Kosova në shanë ndryshe, edhe a ke po ndryshimi që atyre viteve? Ja, mirë është shumë, po do më thonë, në bas luftës e të kënej, kanë rëshu që kundra Shqipërisë na jemë Amerikë. Shumë mirë është, asi po hecin pak, ta këshmi pas më të mirë. Po shka ti pa ishtë tash? Na po i votojna vetë, kështu që Po, përderisa pja besën populle, po shpresoj që edhe ata kanë me bën ndryshime. Sot jemi këtu në Reçak edhe çka është Reçaku për ty? Kur përmendet emri Reçak, çfarë të vjen mend? Po tash me bën mend, si thënë, Reçak i rau shliru. Do të më falenderu këtyne dëshmorëve që ranë për liri edhe së dhe gëzojnë këtë ditë sotit. Apo ja dim mjaftueshëm i nderuar? Apo ja dim mjaftueshëm gjaku dëshmorëve? Po, vallahi na dikush i po dikush unë vetë, po du më thonë, kom thirë shumë shoqni, hajde shkojmë. Interesant është, zbam njeri me full veç shumë në largu. A besoni që këna dhona shumë, po du më thonë, pe shtetet tjashtme dhe njëma e pare, sen. Pa tjetër keni kontribuar shumë. Edhe besojshme që me emër të Zotit mas çlirimit kena mu përqafun me zveti. E sot shumë të shpërndar, njëni me tjetër, ba dhe java. Nuk po shet dashni edhe... Vallahi, jo tybe, jo. Po pse mendon që ka ndodhur kjo i nderuar? Po që kja për tash nuk ban njeri me full, adhi se na veç diktatorë në këshmi posa dhe totën. Së dhe kem këtë liri edhe pa dhe hava, sa seshne. Që është ma edhe më shmja është gjopi aty në që ka ndonë më ashtë, për lirin tonë. Ajo nuk do të më harru edhe. Jo, valla, kur. A e kini mesazh për rinin edhe për ata që shikojnë këtë intervistë? Ja me ljomë të në faleminderes të për juve, inshallah me të mira mas tashtit. Po për rinin që i kështë të dhëmë? Për rinin, valla, për të ka dzaj drejt. Unë që 53 vjetë jam Gjermani. Valla, me orë në Gjermani të mushit mene që në Kosovë për rinisë. A përshë rinisë s'ka në Kosovë. Unë jam komuna edhe Ferizajt, dale pi kafe shetit nësi,
rini s'ka hiq, krejt dhe pleqë dhe për sholla me të mira, me gëzime, gjithmonë. Po ikim prej qasoj lirie për cilën në derë, gjake dhe... Qashtë. Edhe shumë e dhemshme, për shkak se shumë shkolla janë bëshatise dhe... Për të shbën e men, shkolla e Zerësit ka pas në zonca, tyve gati thanë që i do më mshelta, që ka ndalë krejt jashtë e senës. Shumë shkolla... Ja, ma beli, po. Përshëndetje, ndërmësi. Përshëndetje mirë, fënderit ju. Mirë, edhe nga për cilit vend kjo është sot në Berçak? Unë faktikisht jetoj në diasporë në Zvicër, po kemi ardhur nga fshati Slovi për me vizitu këtë vend shajt që ka ndodhur gjatë luftës 99 janar, po më nej 15 janar, edhe në atë ku edhe pse isha këtu gjatë luftës, po jam mërgjimtar ma i hershëm se sa luftë, po ndodhi që t'isha këtu. E gjatë masakrës, une isha edhe mu këthy jashtë. Po ndodhi si ndodhi, prap mu do një 2 ditë me vazhdu, me shku, me vënis paka shumë, po gjatë luftës ka ndodhe shumë masakre, po kjo disi ka lanën një vëmendje të popullata, një vedije, çka ka ndodhë me shumë masakra tjerë. Kjo e ka vendos pikun e luftës që ndërkombëtarët janë detyru me intervenu edhe ushtarakisht me bombardimet e NATO-s si ç'dihet, sepse Serbi kur së nol duke masakru këtë popull, jo vetë, po gjenocid që ka ndodhur gjatë historisë. Prandaj ky vend e meriton një respekt për çdo viktim, pa marrë parasysh se viktimat e rritura, kuptohet, po viktima fëmiu, kjo nuk lën të koptoj njeri i shëndosh psikikisht, pse me ndodh të fëmijët. Të fëmijët jo vetëm nga këto, po në gjitha vend banimet e Kosovës, ku jetojnë shqiptarje, këto ka ndodh edhe gjenocid nda fëmijët, ndaj fëmijët edhe mbark nonës, shka me keqje. Po, sërbët janë të tillë, sepse e dojnë vetëm tokën e djegur. E toka e djegur ju vynë atyne, po neve nuk na vynë, na do të jetojmë si shqiptarë. Si që kemi jetu gjithë, edhe kur s'ka mujt, as do të mujt, kur më na zhduk. Sepse vendi ynë. Na nuk jem tribal, po jem vendas, autokton, kësaj toke që s'lejan, edhe sa jem gjallë nuk lejan, zhdukemi. Prandaj, me gjithë respektin edhe për juve, por edhe për viktimat, edhe për këtë vend, ju kisha lutë gjithë shqiptarëve andëman ku janë, mos ta shesin dignitetin, mos shkojnë mas ftyrave të shitura. Tash për tash flat për ftyra të shitura që të udhëheqin politikë. E shpresoj Kanë kalu 26 vite nga lufta, po a mendon që sot e kemi harru pak pjesën e luftës? Çfarë mendon për për këtu ne po them. Për çit fjalë e thash ato, për ftyra të shitura. Për ftyra publike të shitura që sot nuk toleron një ushtar të jep intervistë, nuk toleron një person i viktimizuar që ka familje ku isha qatë i met qatë personin nga po i këti veni që jeton jashtë, po tash u kthy që një ku që më ftoj edhe në shtëpinë e vetë, po
nuk lejohet kur kush ta marrë fjallën përves një individit. Lutem, individi për mu politikan tjetë kush tjetë, ai nuk e përvatson Reçokën, as masakrat, po e merë gjithë këtë kapital, gjoja se ai kur u konë nërmën tesha, im sheft. Po flasë, gjatë periudës bombardimeve të NATO-s, nërmën im sheft i mbyllën, po prape kanë gjithë aty edhe dihet kur. Për këtë arsye thëmë, populli është ai që e mund këtë vend. Populli edhe shtetet perëndimore, sidomos aty në Amerikanëve, duhet kemë respekt, sidomos respekt maksimal për ato që na kanë ndihmu, se sa du në të si shumë edhe këtu, si shumë këtu, po që se mos t'ishin Amerikanë. Ishëm dikon deti apo në për diaspor, në për shtetet perëndimore, se unë me të thonë drejtën edhe prindi kom pas atje i kanë përzonë, se unë e vi nga një fshat Slluj, që ka pas edhe atje masakra. Po jehunën e kësoj se ka pas. Jehuna e kësoj masakre është diçka për te gjitha masakrat, sepse këtu vendos fati i lirisë Kosovës në përgjithësi, se ka pas edhe shumë masakra Mehes, për shembull, është 370, dëvromet masakrum. Masakra i Zbicës, ku asnjë individ nuk është vrarë nga plumbi, po është vrarë nga mjetet si sopota, qekiç, 8 kg, asoj kanë pas, shtypën kukat e tyne. E që kjo të mundon që kjo dhe, e sot një individ nuk e ka këtë respekt. Ka pas individ që më kanë thonë, masakra e Reçokit nuk është qashtu qysh po thoni ju. E qysh me thonë, që e thotë Vučići atë në Serbia, po. Ndërkohë që ekzistojnë pamje, ndërkohë që pikërisht kjo masakër ja ka hapë sytë edhe botës, edhe është arsyeja pse ka intervenu NATO. Po ku është këtu për shembull xhamia ku janë konë viktimat e Reçokit të përgatituna për varrim, Sërbët janar t'i marrin gjitha kufumat me dhunë. Edhe aty ka, unë e kom hasë në ushtarë, të që kanë intervenu në atë ku, e që janë 4 ushtarë të vdekun, gjatë konfrontime me forcat sërbe, e sot ati ushtarit, i dreshin dur të hongër bukë. Në ftoftë të nej se në atë ku, dimri shumë i acartë ka qenë, minus 30 gradë. Se kum përjetua dimën këtu, në fillim, edhe tash ju dreshin dur. Pi thonë vlau tim, falbe pëse pi dridhen dur, të mërë vloja, thot me diti që ka jekë gjatë luftës, me nejtë, thot me urtët e ranë, mraz, minus 30, notën, për që ata umetë edhe kështu thët. Po, shamull i kanë marrë, këtu në kitë prunin për mi, kukat e tyne, i javë kanë jekë, kukat e gordhi kurse trupi në rovinë. E thot dikush, so që ashtu, masakër kësoj si dhunë. I lutem po, vesh njerës të likt edhe dopt, shpirtnisht, dopt jo, po nuk mund të thëmë kur që shqiptar. Po të shitun, edhe gjak sërbi. Edhe shumë e vëmshme kjo, për shkak se gjithë ky gjak i derdhën, gjithë të jetë humbra, edhe gjitha i mund dhe ajo sakrificë që është bon atë kusët, po harrohet dita ditës. Çfarë mesazhi ki për rinin edhe për ata që nuk ja din sa duhet ushtrisë çlirimtare edhe gjakut gjithë dëshmorëve? Ndëgjë, kur liria nuk i shordh pa plumbin e pushkës. Keni dy bindur, se thot një fjallë urtë popullore, fëmiu pa qajtë nona kur se merë në gjinë. Prandaj edhe liria pa pushk nuk vjen.
kanë menu gjithë, nashta edhe unë e ku menu që duke thonë pavarësie, Republikë do të vjen, po që nuk erdhe. Nuk erdhe edhe 8 vjetë mas lufte. Po menoj, dhe në 2008, nuk ka mujt të shpadh kush Kosovën shtetë, do të jeni dëbindun për pas njerëve individ që asoj zone ku ka kris plumë i parë. Do me thonë për Drenice. O prit 8 vjetë shpallët pavarësie. A mas 3 vjetë o konë. Si e dini edhe ju, George Bush i vjetër në 92-ën, po edhe Kyriu, tash, kur thëtë, mjaft është mjaft, Kosova shtetë. Po për i shkrejt të uqëkës që pëmbon në Hagë edhe... Për këta në Hagë, që të vite... kjo është ndegja, kjo është gjëgjë politik. As pak gjëgjë është vetëm e vetëm Evropianët edhe Serbia që i ka dhonë 2 miliard e 400.000 euro, 400 milion, që i ka dhonë gjykatës me rësët për t'i denun këta. Po nuk mund denuen që se ka argumente, nuk mund denuen një ushtari o qëkës, pse Kosova është shtetë sëtë. Të ke fundit na kena mbrojt pragun e shtëpisë dhe... Kote kanë, për mua është çlirimtar, nuk ka gjë që mund ma dënon zemrën tem atë individ. Nuk e pranoj ato s'mund ta lejoj në vetën time, depërtoj që dënun dikur. Dënuan për këta njerëz të shitun, që shkojnë. Jo më kanë marrë mzatin, jo viqit, jo këtë tjetëri që rranë që i koqitet edhe goja, që s'jum kom kërkon as në luft, as në paqë, si me thonë. Shemull për bëj këta qëto që i kam da adresa, qëto. Në qëtë gjep i moj për ata individ që janë qitën, edhe që janë kush farë kontributin jetën e tina për këtë vend se ka dhonë. Prandaj... Si përgjimtar e shë Kosovën ma ndryshe, edhe nështë e keni zemrën pak ma mdorë, që thojnë edhe ndryshe. Që unë e Kosovën e kom vizitu se s'jam, që jam konë kur s'ma ka ndalu, as ka mujt ma ndalej, mos vizitën Kosovë. Ka ardhë gjdo herë, minimum 2 vjetë, 2 herë në vetë, kom ardhë gjdo herë, se prindi kom posë dhe një muë tërku atash atje me shoqën time. I kom vizitu, po, Kosova o kona në zerën, pej vitët 90, kër e ka marrë kushtetutën, po menoj në 78-9, Miloshi, do me thonë s'ka pas kur farë investime, si sot. Apo kem qeveria patëm, përveç urës Saradronit, çka u ndërtu në këtë vend. Ma të regon dikush që janë njeri këthjellë nga menja, e shëndush. Një rrugë që nga Suadoli Lipionit, deri në hyret autostradës, që 6 vite u gry asfalli, edhe ende nuk është bon. Po në qoftë se si thonë këta, s'u bon kur gjë. Gjatë 25 vite mas lufte, 26, une e shë këtë një propagandë tull tejmose se kjo Kosovë gjatë luftës u dollë. Në zerë, asë rrugë, asë shkolla, edhe shpita djegura jenë konë të lutë. Ka qenë krejtësisht të shkatru me... Ama shemull ndihma ndërkombëtarëve mas lufte, po harrojmë një gjëmë. E ndërrum qa me ndonë ti për pjesën e ndërkombëtarëve, që nështë nuk po jemi mirë njës sa duhet. Jo mirë njës, këta hiq nuk janë mirë njës, po është qilëci një pjesë e shteteve evropiane, ku merë pjesë Franca, edhe si Sponja, mos flasë për Slovakin, e Greqin, ku sot në udheq një politikone nga Greqia,
sa politikone, po është punëtore e tyne, më Ka stethë. ki fjallën Për Deona Mihalin e kam fjallën dhuj, që ta dhetë sët me Vukhamoviqat, me rrym, me sistem, me krejt gjitha këtu. Këtu nuk jam e pajtimit me ndërhyrjen e shtetëve tjera e që i pranojnë politikanë tonë të kenë në nësjetë. Prandaj, une një jetën time i kumë besu vetëm njerëzit që nuk kanë pas qasje Serbia t'i kenë ndurë veta, pse se përpunimi fillan aty. Ata që jenë konë ndurë të udbës, ata e kanë përjetue edhe depërtimin nga udba me punu për udbën. Sepse përfitimi kështu ka qenë. Udba çdo herë ka përdorur këtë metodë. Ne po t'i prejnë 8 vjetë, na jem gjyqë. Te api dënë 4, api dënë 8. Ndërrum falenderoj shumë për bisedën që Ju e lutem. patëm bashkë dhe po shpresoj që nuk harrohet gjaku i dëshmuarve. Une kam këtë shpresë, edhe s'do të harrohet, edhe s'ka mundësi të harrohet, pa morë parasysh që janë të mundu me mishe me shpirt, do individ, që këtë gjak të hupë. Këtë gjak i dëshmurëve të hupë. Këta pa morë parasysh, a janë marterë, këta janë shqiptarë. Se të une feja nuk lenë për shtypje të madhe. Këta janë gjithë shqiptarë në jarë, tani mundën me konë fetarë. Ndërrum Po. falenderoj shumë. Kur ti shiqesh, veç mi po, të renditur, këtu të lenë me zemër, me ta t'jesh, me ta, pa morë parasysh, sot nuk jetojnë këta. Po njeriu duhet këtë spaku, respekt shpirtnor e këmbëtar. Gjitha tjerat, njeri mund t'i lejthi diqësi, po këto ju. Edhe gjithë masakra tjera, gjenocidi që ka ndodhë, tashe me qindra vjetë, që ka ndodhë në këti populli. Po s'kanë mujtë në shkullin, edhe jem sot ku jem. Ju lutem, Ndërrum me faleminderit. çdo respekt.